Nuk e di nëse e keni parë të fragmentin teksa u mbyll finale Big Brotherit ku Egli shkon takon prindrit e Gjestit. Është komentuar shumë në rrjete që ishte një moment shumë i ftohtë i nënës Gjestit me Eglin. Ka një lloj përqafimi jo me i ngrohtë, një lloj ku diun. Unë me këto që thash, kam parasysh pikërisht dhe reagimet asaj dite. Duhet thonë që ai spektakli që domethënë i gjithanshëm, si thuash, bori që ne të shikonim shumë anë të njerëzve, dhe takimi me prindrit e Gjestit, sidomos me nënën, ishte me vërtet i ftohtë. Ajo si në mënyrën e vet, ose mund të jetë një tip mendje madhe, por nuk e besoj këtë gjë, po ishte më tepër një lloj distance që e vendosi me Eglin. Domethënë, prit, më lër kohë dhe mua, lëri kohë djalit tim Gjesti, na lër kohë dhe neve, mos u reklamo kaq shumë, të shohim, se aty ishte bronte dhe ndoshta ishit të detyruar të kishin atë lloj lidhje. Po ndoshta kur ti del jashtë, ke shumë njerëz, ke detyrime, Gjesti do punoj, do siguroj të ardhur për të mbajtur veten. Ndoshta do të ketë një shtëpi të vetën, duhet të menaxhoj jo vetëm karrierën e vet, po tani duhet menaxhoj dhe lidhjen nëse do ta ketë në krah të vet Eglin. Pra janë shumë detyra, prandaj mos u nxit to. Mbaje pak hapin. Ky ishte reagimi i nënës vet. Dhe nuk më duket se dikush dhe e shante, e bonte. Nuk kemi pse lëshojmë gojën. Njerëzit kanë temperamente të ndryshme, gjykojnë ndryshe, kanë kujdesin e një nëne. Zdi po t'i shohun atë situatë, do të thosha po prit njërë, mos u nxito, kohën e kemi para. S'kemi se të bëjmë deklaratat mëdhaja, të shikojmë, qofse funksionon mirë, qofse jo. Atëre, le të mbetemi miq të mirë, duhet të mësojmë që kur nuk funksionon për të qenë në çift, mund të funksionojë, të jemi miq të mirë, të jemi bashkëpunëtor në një punë, sepse domethënë njohim shumë mirë njëri tjetrin dhe mund të jemi bashkëpunëtor për të bërë një punë shumë të mirë. Edhe fakti që shahen aq shumë në rrjetet sociale tregon që jemi dhe pak si inatçor. Domethënë duam patjetër që t'i bëjmë një etiketë dikujt. Mëkate po themi sa mundësi ka që një lidhje si ajo e Gjestit dhe Eglit të përfundojë në martesë? Unë e shoh pak si thua të vështirë lidhjen e tyre. Që ishte e vështirë ishte, se ne e pam gjatë gjithë spektaklit. Kështu që cilat janë arsyet. E para njerë, unë si e shoh unë jap mendimin tim. E para njerë që Egli ka humbur një dashuri, aq sa e ka publikuar ajo vetë, dhe natyrisht pas një vit e pak, e kërkon dashurinë si çdo vajzë, çdo grua e tjerë. Domethënë ishte në kërkim të një dashurie që do ta plotësonte atë shpirtërisht, që do t'i jepte asaj vlerësimin për vete, që do t'i krijonte besimin që nuk funksionoi me bashkëjetruesin e parë, por mund të ringrej përsëri një lidhje që mund të shkojë dhe deri në martesë. Dhe ajo kishte një vullnet të mirë për ta bërë këtë gjë. Domethënë insistojnë me të gjitha format për, si thua, për ta bërë për vete Gjestin. Njerëzit e vlerësojnë këtë gjë. Edhe unë e vlerësoj, por nuk e pranoj që e kishte të egzageruar atë gjë. Kulmi ishte një ditë kur i thosh atij që Gjestit, shiko, ti mendon se unë nuk i kam kushtet për të më dashur ti. Nuk ka kushte dashuria. Nuk ka kushte lidhja martesore. Domethënë ti mund t'jesh e bia e mbretit, dhe ja që nuk shkon pikërisht me një princ të një familje tjetër mbretërore. Domethënë ajo dashuria dhe martesa nuk ka të bëjë me disa konture tuat, paraqitjen fizike, shkallën e intelektit, kualifikimin, se thua me sjelljet e tua, është një lloj kimie që natyrisht i përmbledh gjitha këto elementet, po duhet të gjenden pikërisht ato pika takimi që të bëjnë që ta duash atë tjetrin. Më thënë, nuk është një llogari matematike dashuria. Kështu që mënyra se si shpreh, Egli tregonte që dhe në jetën reale ka vajza të tilla, ashtu siç ka vetëm të tilla, që ti do jesh i imi. Pik. Unë po bëj këtë për ty. Unë po të mbroj me çdo kusht ty. Unë po sakrifikoj për ty. Unë po si thua gjithçka e kam vënë në shërbimin tënd. Jo.
gjërat duhet vinë natyrshëm. Sepse ti mund bësh gjithçka për njeri dhe nuk e merr atë dashuri. Ashtu siç në romanin e kemi lexuar gjithnjë, që ka patur dashuri ideale, ka patur dashuri të përjetshme, që nuk janë realizuar asnjëherë për mungesë të vullnetit të palës tjetër, po ajo në vetvete një person e ka përjetuar të dashuri në mënyrat e veta. Kurse Jesse nga ana vet, unë atë e quaj si thua lojtari i rëndësishëm të gjithë të Big Brotheri. Përveç lidhjesh me Eglin, që natyrisht ai e kishte shprehur vetë, s'ka nevojë të komentojmë ne shumë. Janë arsyet e tija që ai asnjëherë nuk qe konsekuent që ta thoshte eksakt. Por ai shprehu që nuk ishte diçka më tepër se sa ajo kënaqësi që i falte prezenca e Eglit aty, miqësia që ajo i falte, dhe kur ajo kërkonte diçka më shumë, ai trëmbe nga ajo. Nuk donte që të avanconte më shumë. Të mbeste më tepër një miqësi, si thua, midis dy njerëzve që pëlqehen, që e duan njëri tjetrin, praninë e njëri tjetrit, që e mbështesin njëri tjetrin, por ama kjo gjë nuk do thotë që duhet shkoj patjetër në martesë. Është një lloj koncepti edhe i vajzave shqiptare, që do të thonë, unë të dua, ti do më duash. Apo dhe i djemeve, kur ata me vërtet duan, që unë të dua dhe ti do ma kthesh këtë dashuri. Nuk ndodh kështu në dashuri. Dhe rasti Egli dhe Jesse kështu ishte. Ajo e donte, jam e sigur që ka projektet e veta në kokën e vet, uroj që të realizohen, nëse ajo me vërtet është e sinqert, nuk do famën, po do pikërisht Jesse, po Jesse është si në tërheqje, e mendoj. Pse është si në tërheqje? Jesse vjen nga krahina e Pejës. Ne Pejën e njohim, është pjesë e bukur e Kosovës, domethënë kur shikon bukuritë e Pejës dhe atyre rrethinave përreth, ti thua zot çfarë klime bukur, çfarë bukuri natyrore, çfarë pemësh, çfarë ujë rrjedh në rrugove e tjerë. Po vjen nga një fshat as edhe nga qyteti. Dhe prindrit e Jesse do donin që të kishin një nuse për shtëpi. Jesse si duket i ka lodhur ata prindër. Edhe ata e kanë pritur dukeshin në fytyrën e nënës vet, të babaj vet, që ata edhe me rakun i mbanin djalit vet, por njëkohësisht si thua po e adhuronin dashurinë ose si thua mënyrën se si po e pristin shqiptarët kudo dhe si votonin për Jessin e tyre. Se ndërsa ai dikur i kishte bërë probleme atyre, Jesse tani po mendonte se si do e kthej, domethënë gjithë mundi që kishin bërë ata. Kështu që edhe në drejtim të Eglit, unë mendoj që ai dhe këtë gjë e ka menduar, të marrë një nuse që do t'i pëlqej shumë mami dhe babit vet, vëllait vet, motrës vet, xhaxhait, hallës, tezës dhe çfarë ka ai në farefis. Egli paraqet problem, sepse Egli është shkolluar shumë mirë, është artikuluar, Jesse nuk e ka atë shkallë kualifikimi, atë shkallë kulture, njohurish e tjerë. Egli e mësoj shumë në këtë drejtim, sa dhe kur kishte të drejtën me vete, Jesse thoshte dy fjalë, u kry çdo sen, bëra kulaçin, iko dhe ky e tjerë, por nuk dinte ti argumentonte gjërat. Por ne dim shumë mirë, që të mund ta kesh të drejtën dhe nuk e fiton dot nëse nuk di ta kërkosh të drejtën. Nuk gjen mjetet e duhura që e drejta të lulëzoj, që e drejta të triumfoj. Kështu që Jesse ka patur nevojën atë Big Brother që të ishte me një mbrojtje, të ishte me një njeri që do t'i dilte për Zot në argumentat që i duheshin atij gjatë asaj betejë që u bë ato ditë. Por mendoj se në jetën reale tani më vonë nuk i dije se si do shkoj. Ndoshta do t'i duhet një menaxhere shumë e mirë dhe që t'i ishte Egli do ta ndihmonte shumë. Por nuk e di si do ndihet ai dhe nëse do të me vërtet do e pranoj një bashkëshorte si Egli apo jo. Por nësi ka që edhe mund të jenë dhe bashkëpunëtor shumë të mirë.